Të nderuar teleshikues, përshëndetje për gjithë, kudo që ndodheni dhe kushdo që na shikon në këto momente, duhet të ketë pak vëmendje se a ju ka ndodhur këto gjëra. Je zgjuar në mëngjes dhe nuk funksionon Facebooki. Je zgjuar në mëngjes, nuk punon Instagrami. Je zgjuar në mëngjes, është mbyll Gmaili. Je zgjuar në mëngjes, je aktivist, ke biznes dhe faqja është zhdukur. E qindra arsye tjera që neve në përditshmërinë tonë sot na rrezikojnë. Nga rrezikohemi dhe si rrezikohemi për shkak të musafirëve të paftuar që i kemi qoftë në telefon, qoftë në kompjuter, qoftë në softverat tonë që i kemi instaluar, ndoshta pa dëshirën tonë në PC-n tonë. Për të folur për këtë temë, që është kaq e ndihshme, sonte kemi një ekspert të kësaj fushë, Adnan Çaka, politikolog, studiues i kësaj fushë, dhe ne kemi bërë një përzgjedhje pikërisht për shkak modestisë se të rinjtë tanë sot që nga mosha rinore janë përdorues të telefonave, të kompjuterve, të celularve dhe nuk e dim se çfarë musafir të paftuar kemi në punë apo në shtëpi. Zoti Çaka, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe në emisionin tonë të parë. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Atëherë sa i përket çështjes se sigurisht domethënë në fushën e do thotë IT-s, fushën e inteligjencës, do thotë ne duhet jemi të vëmendshëm dhe duhet ta cekim se sot do thotë është një rësi jashtëzakonisht e veçantë, domethënë ti po kushtohemi është çështje se sigurisht domethënë në fushën e kibernetikës, ku në fakt sot bota do thotë si rezultati i ndryshimeve globale dhe si rezultati i zhvillimeve gjeopolitike që vazhdimisht po ndodhin do thotë në nivelin global, kemi po rrezikohen dhe po atakohen jashtëzakonisht shumë sa i përket do thotë problemeve që kanë të bëjë me sulmeve kibernetike. Çështja e sigurisë së do thotë e informacionit apo çështja e sigurisë së domethënë e kompjuterëve apo do thotë pajisjeve, do thotë të komunikimit, sot padyshim është një rëndësi shumë të veçantë ku dihet se sot fatkeqësisht ne po përballemi ditës me probleme në këtë fushë dhe ku ne secili për neve domethënë gjatë jetës tonë padyshim që jemi përballë me këto probleme ndryshme, sepse ka edhe grupacione të caktuara, do thonë dashakeqe, hakerë të caktuar që për qëllime të tyre personale, do thotë kanë qëllime me denigruar një person të caktuar ose për me marrë informacione të rëndësishme në mënyrë që me arrit përfitimet e veta. Mirë, po nëse kalojmë në rrafshin do thotë ndërkombëtar, padyshim që edhe në rrafshin nacional dhe në rrafshin ndërkombëtar çështja e sigurisë informacionit, çështjen e do thotë problematikës së sulmeve kibernetike është një problematikë, është një sfidë shumë e madhe që është duke prokupu gjithë globin, veçanërisht do të kisha fokusu dhe do të potencu për Ballkanin. Ne po përballemi siç dihet, Ballkani është duke përballë në vazhdimsi, domethënë me sulme do thotë kibernetike, do thotë sidomos nga do thotë Rusia, po në njëjtën kohë kem pas do thotë edhe nga Irani. Ajo që është e rëndësishme që duhet potencohet do thotë të çështja e sulmeve kibernetike dhe sigurisë së informacioneve, fakt duhet të dimë një gjë që është elementare. Me sulme kibernetike, domthonë shtetet armike nuk e kanë qëllim vetëm paralizimin, do thotë edhe dëmtimin e atij shteti, do thotë demoralizimin komplet të shtetit kundërshtar, mirë po përgjithësi përmes luftës kibernetike ata kanë qëllim do thotë edhe ndryshimin e sistemit politik social, demoralizimin e kundërshtarit e kështu me radhë, domethënë edhe krijimi trazira ndryshme politike. Gjitha këto do thotë ne jemi dëshmitar që shtetet do thotë armike, do thotë konkretisht Rusia dhe Serbia i kanë vepruar dhe po i veprojnë në vazhdimsi, do thotë për të krijuar, do thotë trazira, për të krijuar, do thotë ndryshime sociale, politike në Ballkan, në përgjithësi në Ballkan, po edhe në Evropë. Ajo që duhet potencohet është me interes të thuhet pse sot do thotë është
e rëndësishme do thot trajtohet çështja e sulmeve kibernetike dhe duhet të jepet rëndësia shumë rrezikshmërisë sa i përket çështjes së sulmeve kibernetike. Është për shkak që do ta cekim në fakt që çështja e sulmeve kibernetike është pjesë e luftës speciale që e bën një shtet, është një element e luftës speciale që e bën një shtet për ta dëmtuar kundërshtarin dhe do thot për qëllimi kryesor, domethënë për luftës kibernetike do thot është i atakon do thot institucionet që janë më jetike, më kruciale, më të rëndësishme të një shtetit dhe të paralizon zhvillimin dhe funksionimin normal të atij shtetit. Ne do thot jemi dëshmitar që bashkërisht domethënë shërbimi serb dhe rus do thot kanë arritur të koordinohen dhe kanë qenë pjesë e këtyreve sulmeve kibernetike në Ballkan. Të referohemi sidomos do thot në gjatë viteve 2022 do thot ku kemi intensifikim të jashtëzakonshëm domethënë të sulme kibernetike në Ballkan, do thot sidomos kemi Kosovë, kemi do thot në Maqedoni, kemi Shqipëri, kemi po ashtu në pjesën e Europës lindore, në Moldavi, në Rumani, edhe po ajo që është më esenciale duhet përmendet është që megjithatë efekti i tyre ka qenë jashtëzakonisht do thotë i fuqishëm, sidomos në Kroaci, Moldavi dhe në Rumani, lidhur me do thotë me seriozitetin e sulmeve kibernetike në shtetet e Ballkanit. Për këtë ka përmendur jashtëzakonisht saktë dhe e bukur drejtori i Institutit për Siguri, Agjencisë për Siguri dhe Zbulim i Kroacisë, Daniel Markic, i cili ka dëshmuar që gjatë sulmeve do thot kibernetike që ndodhen në Ballkan në viteve 2020 që e atakuan edhe shtetin kroat, ishin jashtëzakonisht fuqishëm do thot ndaj shtetit kroat, saqë kanë arritur ta funksionalizojnë dhe ta dëmtojnë jashtëzakonisht domethënë shtetin kroat për moment jetë shkurtër, për një periudhë jashtëzakonisht shkurtër ku arritën të paralizojnë çdo gjë. Sipas këtij do thot drejtori kroat do thot Agjencisë për Inteligjencë dhe Zbulim, Daniel Markic, ai thotë që intensiteti i sulmeve kibernetike ruse në Ballkan ka ardhur sidomos pas invazionit rus në Ukrainë. Pra, invazioni rus në Ukrainë krijoi do thot një intensitet të shtuar dhe të fuqishëm do thot të sulmeve kibernetike ruse në Ballkan, por gjithë kjo është shoqëruar me koordinim me shërbimeve serbe dhe ruse, ku bashkërisht kanë arritur me destabilizu do thot dhe me ndërhy në do thot në shtetet e Ballkanit. Fatmirësisht gjatë këtyre akteve të sulmeve kibernetikeve, duke qenë se shumica dërmuese këtyre shteteve që u atakuan ishte pjesë anëtare e NATO-s dhe duke i ofruar nenit 5 të kartës do thot në NATO-s, Aleancës Veriatlantike, do thot atër shtetet aleate, domethënë konkretisht Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera anëtare të NATO-s ju ofruan më një herë ndihmë konkrete në fushën e kibernetikës Kroacisë dhe shtetet e tjera që ishin të prekura që të ndihmojnë, do thotë të evitojnë këto pasojë dhe rrezik që me të vërtetë mund të janë jashtëzakonisht të mëdha. Sipas ekspertëve të kibernetikës amerikan, po edhe perëndimor, ata kanë deklaruar se synimi kryesor i agjentuarës, do thotë edhe i rusë dhe serbe përmes sulmeve kibernetike është ti dëmtojnë shtetet anëtare të NATO-s dhe shtetet që janë pro-perëndimore në Ballkan dhe në Evropë, dhe ti godasin asetet më të rëndësishme, domethënë përpos qeverinë, institucionet ndryshme, domethënë sistemi shëndetësor, sistemin do thotë transporti publik, gjitha këto asete të rëndësishme domethënë të paralizojnë komplet funksionimin e shtetit dhe kështu që krijojnë trazira dhe do thotë në ndryshimet të sistemeve politike. Para se do thotë vim të periudha domethënë e viteve 2020 ku pam një intensitet të shtuar të sulme kibernetike, ajo që ka duhet përmendim është se Rusia, konkretisht edhe Serbia, do thot kanë shkru mënyrën e veprimit të do thot agresivitetit në raport me shtetet e Ballkanit në mënyrë do thot hapas hapi, në mënyrë graduale. Spari ata filluan domethënë kanë tentuar përmes grushteteve, do thot me ndryshuar regjimet politike, për shembull duke filluar prej 2016 ku ka qenë një ndër synimet kryesore të shërbimeve inteligjente ruse dhe serbe ka qenë ndryshimi i
sisteme politike në Ballkan, largimi atyre që janë perëndimore dhe instalimi e regjime politike që janë proruse. Pas dështimit, domethënë në instalimit të regjimeve tyre me grushtet në Malin Zi, ku dihet në mënyrë spektakolare, domethënë u hetuaj plani falë dhe ndimet të Agjencisë Inteligjente Kosovë AKI që kishin ndihmu shërbimit Malazez për ta informuar se po përgatitin grushtet ndaj ish presidentit Milo Đukanović. Atëherë erdhi deri një situatë tjetër, domethënë ku pala serbo-ruse filloi të ndryshoj strategjinë, të ndryshoj planin, nuk arriti të ndryshoj, ta ndryshoj sistemin politik përmes grushteteve, ata filluan përmes si sulmeve kibernetike për me ndryshu në zgjedhjeve. Edhe kështu që ata gradualisht domethënë arritën 2020 domethënë në Malin e Zi instalon një regjim politik prorus edhe në zgjedhjet e fundit në Malin Zi, po ashtu edhe tashmë në Maqedoni, pra shihet që kemi një gradualitet të veprimeve, apo ndryshimeve të politikës, të rusë dhe serbe. Tentuan për me ndryshu regjimet politik përmes grushtet nuk arritën, tashmë përmes ndërhyrjen e zgjedhjeve, përmes sulmeve kibernetike dhe agjentuar që e thonë edhe ekspert përdimor, pjesë e sulmeve kibernetike rusë serbe janë edhe dy shërbimet serbe dhe rusë që janë filtru dhe po ndikojnë jashtëzakonisht dëmshëm. Pra ndërhyrja është ka fakte të mjaftueshme që ato ndërhyrën në zgjedhje, domethënë edhe në Malin e Zi tash edhe në Maqedoni, por në njëjtën kohë kanë tentuar dhe po tentojnë në mënyrë të fuqishme edhe në Republikën e Kosovës. Ne jemi dëshmitar që gjatë 2016 ku ndodhi akti terrorist në kuvendin e Kosovës, para se ati aktit terrorist në disa lokalitete në Republikën e Kosovës janë arrestu disa pjesëtar të shërbimeve ruse, dhe kjo është argument i qartë që Serbia dhe bashkërisht me Rusinë përmes sulmeve kibernetike, përmes shërbimeve tyre po synojnë dhe po destabilizojnë në vazhdimsi Republikën e Kosovës. Ajo që është shqetësuese, do thot sa i përket sulmeve kibernetike, do thot jo vetëm në aspektin e edhe synimeve për ndryshimeve politike që edhe përmenda me çështjen e grushtetit, edhe çështjen e sulmeve kibernetike. Mirë po, shërbimet ruse, politika ruso-serbe për me ndryshu qasjen edhe në opinionin publik, është duke punuar në vazhdimsi në çështjen e propagandës proruse, duke instalu media, portale që janë proruse dhe jashtëzakonisht këto po ndikojnë edhe në opinionin publik, po ndikojnë edhe në rezultatin e zgjedhjeve kështu me radhë. Ajo që tashmë është publikuar nga institute ndryshme, domethënë që janë kredibile ndërkombëtare që merren me çështjen e sigurisë, thuhet që në Bosnjë Hercegovinë, gjithsesi në Republika Srpska, operojnë diku 14 media të cilat janë proruse. Kurse në Serbi kemi diku 15 media të cilat janë proruse që bëjnë propagandë vazhdueshme në krah diktatorit kriminalit Vladimir Putin. Tjetër çështje që është shqetësuese është një raport i Komisionit Evropian i 2003-s, i cili thotë që kemi 750.000 media, të referu portale, media ndryshme, të cilat propagandojnë politikën ruse nivel evropian. 750.000 media ndryshme, duke portale, mediume ndryshme që propagandojnë politikën ruse. Kjo tashmë e përmendëm edhe në çështjen e infiltrimit tyre në Ballkan, por problematike tjetër është me që çështja e sulmeve kibernetike tashmë ka marrë përmas shqetësuese edhe nivele globale. Sidomos secila tashmë kemi gjatë këtyre viteve secili shtet pothuajse shtetet të cilat i ka rival e kanë akuzuar njëra tjetrën për sulmet e ndryshme kibernetike, por sidomos akuzat fuqishme ka pas ndaj dhe vazhdojnë të ketë ndaj Rusisë. Kemi për shembull prej 2007 ka pas sulme të vazhdueshme dhe të fuqishme kibernetike ndaj shtetit Estonisë. Mandej nuk duhet harrohet që në 2016 ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton kishte deklaruar me argumentet me faktin që Rusia ka arritur me ndërhyj tek çështjen e
do thotë email-at e shteteve ndryshme të zyrtarëve ndryshme, domethënë te ishin banat ku u ban mjaft. Dhe kjo ka qenë jashtëzakonisht shqetësuese. Mirë po, intensiteti do thotë i ndikimeve edhe i agenturave do thotë ruse dhe sulmeve kibernetike ruse ne shohim ka qenë edhe i fuqishëm që bëri do thotë një jehon të madh në nivel global. Ajo është ku ndërhyen në zgjedhjet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës 2016, 2017 patin përmes sulme kibernetike, domethënë ndërhyn dhe në zgjedhjet në Francë, mandej edhe në rezultatin e referendumin për do thotë për largim të Britanisë së Madhe në do thotë nga Bashkimi Evropian. Do thotë edhe ajo që është më shqetësuese, kemi do thotë bazë informacioneve edhe tashmë që do thotë ka fakte, ka dokumente që shërbimet ruse dhe bazë sulmeve kibernetike kanë arritur që me ndiku edhe në zgjedhjet e fundit, domethënë në shtetin do thotë në Federatën Gjermane, ku do thotë ata kanë arritur që mi sjell favore të caktuara, domethënë partisë do thotë ekstremiste AFD-s, dhe në jetën kohë kanë arritur me përmes ndikimit të agenturave ruse me instalu mediume domethënë edhe që bëjnë propagandë jashtëzakonisht fuqishëm pro-ruse në Gjermani. Tashmë janë evidentuar diku 120 faqe domethënë që janë pro-ruse në Gjermani, që dhe propagandojnë për domethënë për Rusinë në shtetin gjerman. Shqetësuese e madhe ka qenë sepse rritja e intensitetit të sulmeve kibernetike në Gjermanisë filloi pasi që 2023 kemi sulm kibernetik ndaj Bundestagu gjerman, 2024 300 sulme kibernetike kanë ndodhur nga Rusia nga shteti gjerman, kryesisht ndaj ministrive dhe kompanive ndryshme gjermane, dhe kjo dëshmon për rrezikshmërinë dhe seriozitetin e madh që është sa i përket rrezikut kibernetik rus në Gjermani. 2025 të zgjedhje janë faktuar, janë argumentuar që ka pas ndërhyrje të fuqishëm domethënë përmes sulme kibernetik në këto zgjedhje. Ajo që duhet potencohet sa i përket çështjes së sulme kibernetike, tashmë studiuese drejtës ndërkombëtare janë da mendimit, disa mendojnë që do thotë mund konsiderohet akt lufte, një shtet që i cili ndërmarr sulm kibernetik ndaj një shteti tjetër mund konsiderohet si akt lufte, disa studiuesë mendojnë se jo. Përgjithsisht, ende në sistemin ndërkombëtar, në drejtën ndërkombëtare, ende nuk konsiderohet si akt lufte, por është një formë domethënë antishtetrore, do thotë destabilizuese dhe që një formë që do thotë shkelje, një shkelje ligjit ndërkombëtar. Mirë po, mendimi personal është për të konsideruar domethënë akt agresion shtetëror duhet shiqohet do thotë niveli i goditjes që do thotë e ka bërë për sulme kibernetike ai shtet. Qëllimi dhe sa ka arrit me ataku dhe sa ka arrit dëm me bë. Nëse ka arrit infrastrukturë më kritike, me paralizu, me dëmtu, me marr informacione do thotë përmes tek email-at të ndryshme zyrtare shumë ndjeshme, janë konfidenciale dhe që dëmtojnë imazhe dhe marrin informacione që jo vetëm ato që janë ka të bëjnë me fushën sigurisë, po mund të kenë për shembull edhe vjedhje informacione inteligjente, ta zom mund të merren shërbime të caktuar, marrin kemi me vonë këtë pyetje desëm të nalim në një rrafsh. Mendoj që është shumë e shqetësuese. Për ta marrë për hir të shikuesve dhe dëgjuesve tanë, si ilustrim do të thotë rastin e fundit të zgjedhjeve në Kosovë, kur faqja zyrtare e KQZ-s do thotë ku nuk është një kupol shtetërore ku janë të gjitha të dhënat do të thotë konfidenciale të një personi, tu i përfshi edhe votën e krejt, do të thotë bien. Nuk kemi pas në i qëndrim të qartë ose një sqarim të qartë nga KQZ-s, nga ka ardhur ai sulm, apo se çfarë sulmi ka qenë, sepse nuk mund të delesh para opinionit të thuash ka ra serveri, sepse serveri thjesht është një mekanizëm hardverik, ndërsa procesi i sulmit për ilustrim për shikues, po e them, është një sulm me formula matematikore e cila do të thotë cili është mendimi juaj konkret, cilat masa duhet të ndërmarrim që t'i presim sulmet kibernetike para se ato të ndodhin. Pyetje shumë e vend, po ajo që unë mendoj është shumë e saktë sa i përket asaj që ju e potencuar, domethënë mendoj që është e njëjta dorë që ka ndërhyrë edhe në këto shtete të Ballkanit dhe në Evropë,
por ajo që ka neve, ne duhet ndërmarrim, ne duhet punojmë hapat më të utjeshme që t'i evitojmë rrezikshmërinë e sulmeve kibernetike, sepse mund të jenë me pasojë jashtëzakonisht me pasojë me fatale për Republikën e Kosovës. Çfarë duhet bëjmë ne? Ajo që është më esenciale dhe më emergjente aktualisht për Republikën e Kosovës, ne duhet krijohet një institut për kibernetik. Dhe ajo institut kibernetik, domethënë, nuk duhet jenë punësuar vetëm ekspert fushë, domethënë që janë, do thotë, shqiptar që mund të jenë specializuar, por në njëjtën kohë duhet punësohet apo duhet stimulohet edhe që të vinë ekspert ndryshëm, domethënë, të shteteve, do thotë, aleate, mike, të cilët janë ekspert që të na përgatitin dhe të punojnë aty në atë institut, për ndryshe nëse ne nuk krijojmë një institut mirëfillt, do thotë do ta kemi edhe nuk ngrisim kapacitetet tona për mbrojtje kibernetike në të ardhmen në rast të sulme koordinimi do thotë Serbi-Rusi për sulme kibernetike mund të ketë pasojë të jashtëzakonisht të fuqishme dhe derisa mund të vinë ndihma e shteteve mike dhe aleate mund të jetë shumë e rëndë për Republikën e Kosovës. Meqense duhet ta thjeshtësoj sa më shumë bisedën për arsye se të jemi më konkret. Gjithmonë sulmet kibernetike, qasja e tyre fillestare është se ndoshta ke fitu një lotari, ti je i përzgjedhur i duhuri, ti si person je përzgjedhur për këtë ose për atë dhe nga aty fillon gjithçka. Do thotë, ne po prekim nga celulari personal dhe po vazhdojmë deri tek serverat atje që ish dashur që të kemi një task force kibernetike në Kosovë, sepse kemi potenciale për ta pasur atë. Dhe nuk besoj që kushton sa një task force që paguhet çdo ditë dhe nuk ruan asgjë. Në këtë rast, për shembull, edhe kompanitë e internetit që shërbejnë në Kosovë të jenë include, thojnë amerikanët, bashkë në këtë institut. Cili është mendimi juaj? A duhet bërë diçka e tillë që në të ardhmen të jemi më të sigurt në mbrojtjen tonë personale, sepse kështu do të rrezikohemi të gjithë. Dhe asnjëherë armikun nuk do ta zbulojmë. Për mendim timin. Ke plotësisht drejt, domethënë kjo është ajo që ne duhet hapa, duhet krijohet task force, domethënë që duhet ne të përgatitemi dhe të jemi, do thotë, shumë vigjilent përballë sfidave dhe agresioneve të ardhshme. Mendoj që do thotë momentalisht ne, domethënë situata çfarë jemi aktualisht, ne nuk kemi bërë kurfar hapa konkret, domethënë që në mënyrë që të koordinohemi, të organizohemi për të kemi mbrojtje, më së pari ne duhet kemi dhe mbrojtje personale, dhëna personale, do thotë pa kalu ato nivele, domethënë shtetëror, informacione shtetërore. Ne dim që edhe Kushtetuta e Republikës Kosovës, po edhe konventet evropiane do thotë e sigurojnë do thotë drejtën e privatësisë. Por fatkeqësisht kjo po shkelet shihet se njerëz dashakeq shkelin në mënyrë të vazhdueshëm për qëllime caktuar. Por ne duhet punojmë vazhdimisht dhe mendoj që me një seriozitet, me një strategji të mirëfillt shtetëror për domethënë për siguri. Ne mund të realizojmë, por ne fatkeqësisht ne nuk kemi hartu ende një strategji të mirëfillt, do thotë për siguri, për mbrojtje kombëtare që është tetë domosdoshme dhe momenti që krijon një strategji të mirëfillt për mbrojtje kombëtare dhe siguri, atëherë mendoj që këto probleme do të evidentohen dhe do të menjanohen për të ardhmen, por ne gjithmonë duhet ta marrim si shembull dhe do të shiqojmë shtete rajone dhe shtete tjera mike se si kanë veprojnë, se si kanë rrit kapacitetet e tyre dhe të bashkëpunojmë me mënyrë që të përballemi për sfidat e ardhshme. Sinqerisht po them se kemi tash në kërkimin e Google, ndoshta mos antarësimi i Kosovës në AdSense ka impakt negativ dhe ne mvoremi sërish nga shtetet mike si Slovenia për shembull me internetin, me IPCO-n, me Artmoshën, me tjerë dhe nuk është bërë një siguri e plot në lidhje fjala me internetin të kërkues dhe aty ndodhin sulmet. Për hir të shikuesve me sqaruar në detaje se çka mund të jetë një sulm. Shembull, nëse unë kërkoj një informacion për një lokacion në Kosovë, sulmi, ataki e ndryshon komplet formën e kërkimit dhe mund të kem krejt diçka tjetër. Mirë po flasim tash në lidhje me moshat e ndihshme, këto gjeneratat e pas luftës, sepse këto gjeneratat e reja do të përballen me këto. Ne nuk jemi përballur me këto sepse kemi një invazion do më thonë në fushën e informatikës që çdo ditë. A ka Kosova konkretisht staf profesional adekuat që mund t'i trajnoj të rit që në të ardhmen thjesht jenë ekspertat të arshëm të Kosovës
t'jenë këta hibridet e rinj tanë që t'i bojnë këto mbrojtje, sepse edhe një sulm gjithmonë studiohet. Nëse sulmohet një mosh ka një qëllim. Nëse sulmohet një mosh mesatare ka një impakt tjetër. Nëse sulmi ka lënë nëpërmes mediave ka rol ndikimi për ndryshim diçka në shoqëri. Kështu që në këtë fushë desha më shumë të elaboroni nëse keni mundësi. Po, mendoj që staf padyshim që nuk mund të mohohet që Kosova nuk ka. Mendoj që ka, po thash edhe një herë që duhet të rrisim kapacitetet e duara, domethënë që do të thotë trajnohemi dhe të fuqizojmë, të ngrisim kapacitetet tona. Me këtë staf që ne që kemi, mendoj që po, ke mundësi, spaku do më thonë gjeneratat e arshme, ti mësojmë për këto rrezikshmërinë, do thotë që po përballim vazhdimisht. Ne shohim se mas shumë të më thonë viktim do thotë e këtyre ndërhyrjeve do thotë në internet apo janë pikrisht gjenerata më e re, do thotë janë fëmijë tanë të cilët po keq përdoren për shkak që fatkeqësisht ne nuk kemi një kontroll shtetëror, domethënë edhe nuk kemi instaluar edhe një kontroll të mirëfillt shtetëror që çka plasohet domethënë nëpër media, nëpër rrjete sociale ndryshme dhe fatkeqësisht këtu mos kontrolli i duhur, domethënë atëherë edhe po kemi probleme të vazhdueshme, domethënë që rinia jon do thotë po absorbon antivlera, se rezultat do thotë i asaj që do thotë e sheh përmes rrjeteve sociale apo përmes ndikimeve që mund të ketë. Mendoj që me një punë me seriozitet madh, domethënë tek ekspertët tonë mund t'i mësojmë këta tri që të ardhmen mund të ballafaqojnë se kem pas raste shumë mashtrues ndryshme që i mashtrojnë rinin, për shembull jo për lojra ndryshme apo për gjëra ndryshme, gjëra hipnotizuese, ose deri edhe në vrasje. Ke tafni tonë në ta zomën në Kanada, ka do thotë ka trashëgu minjerë ose diçka, domethënë këto gjëra, këto mashtrime po i mashtrojnë kryesisht gjeneratën e re, domethënë kjo mashtrues ndryshme, do thotë që i marrin informacione dhëna personale dhe kjo po ka mundësi me trajnu, me përgatitur dhe duhet me marrë do thotë edhe trajnime dhe nëpër shkolla, do thotë ekspert me ardhmë, do thotë secilën shkollë dhe me tregu mënyrë konkrete se cila është rreziku dhe si duhet më mbrojt, do thotë edhe dashakçinit, do thotë që mund të jetë persona caktuar që kanë qëllime me keq përdor dhëna personale apo diçka dhe mendoj që është e domosdoshme. Po e marrë edhe një shembull për ilustrim, është shumë interesant, do thotë kohëve të fundit patëm neve sulm. Dhe ofanziva kundër kur ne e pam se nga ka orë sulmi, do thotë e pam se ishim sulmuar domethënë nëpërmes tyne hakerëve rus kombinacion. Ajo që më brëngusi më shumë të është sepse në Kosovë nuk kemi kujt t'i adresohemi. Do të thotë, në Kosovë nuk ekziston institucion përkatës që duhet t'i trajtoj apo t'i hulumtoj se kush janë këta njerëz. Kujt t'i referohet një viktim, shembull, që mund të jetë prej hetyne. Në shtetet moderne, automatikisht, shembull, shkruan ose i telefonon dhe ai merret me mbrojtjen. Ai merret me rikthimin. A kemi potencial për backup personal, për shembull të personave tonë, tonave tona, që nesër pas nesër mund të thuhet me na fal se ne nuk e kemi ditë se mund të ndodhi kjo. Sepse gjithçka është e mundshme tek kjo. Kjo është njëra anë e medaljes. Ana tjetër e medaljes është përfillja e informacionit sakt. Do të thotë, ekzistojnë qendra trajnimit, sidomos i poshtë kohëve të fundit edhe në Amerikë, do të thotë çka është e rrem. Çka është diçka që nuk është keq informim. Sepse edhe media tek ne vazhdimisht e kanë zgjedhur të lehtë, e politizon atë temë, edhe thjesht na nuk kem as ekspert në fushën e mbrojtjes që ka drejtuar mekanizmat më të lartë shtetëror. Asnjë s'ka qenë profesional deri më sot. Do thotë, tash mos i fajsojmë askënd, po ne duhet zgjedhim njerëz që i stimulojnë ekspertat të rrinë dhe të na mbrojnë, që ta bëjmë gjumin e rahat. Për shembull, pse mos të kemi një grup në institucionet për shembull përkohëse në tusi, në polici. Nëse një faqe ose një email arrin që të shpërndohet mbrana 2 orëve e në fakt kur prej atij emaili s'është ardhur asnjëherë, është lehtë për të përgju e për të ditë që është sulm. Kështu që në këtë sferë çka duhet bërë? Unë thash paraprakisht
fakt ne kemi, domethënë njerëz që janë të përgatitur, domethënë këtë fushë, po kjo është mungesa e një sistemi të adekuat. Momenti që nuk e dartu një strategji të mirëfillt mbrojtje dhe siguri, do thotë kombëtare dhe nuk e kriju domethënë institute për kibernetik, nuk do thotë nuk e bë investime adekuate, se kjo don edhe fonde caktuar, domethënë për me realizuar një gjë të tillë. Unë pajtohem plotësisht me ju që fakt sot nëse ndodh sulme serioze jashtë vendit, sulme kibernetike është e pamundshme dhe vështirë kujt do të më adresu. Dhe e kanë edhe vështirësi, domethënë pavësi që me evidentu se nga ka ardhur ky sulm. Dhe prandaj këtu duhet një organizim i mirëfillt shtetëror, po duhet dalën edhe fondet veçanta dhe trajnohen personat. Mendoj që ka një kapacitete, nuk duhet lejohet personat domethënë që janë përgatitur të shkojnë jashtë vendit, mirë po në njëjtën kohë stimulojnë, do thotë edhe ekspertë tjerë ndërkombëtar që na ndihmojnë, do thotë në lidhur me këtë fushë. Mendoj që kem mundësi nëse edhe një herë e ripotencoj momenti që ne e ndërtojmë një strategji të mirëfillt kombëtare, po fatkeqësisht ne as një fushë, as politikën e jashtme apo fusha të tjera nuk kem krijuar strategji të mirëfillt. Dhe momenti që nuk ndërton strategji të mirëfillt dhe nuk merr ekspert për me punu, domethënë ekspert të mirëfillt me punu në ato fusha, atëherë padyshim se rezultatet do të mungojnë. Na si shtet i ri, jemi ende shtet i brisht dhe po i kuptojmë të gjitha problemet me të cilat çdo qeveri që po vjen e shkon, po ballafaqohet me ata. Mirë po, çka nuk është për me inkuraju asnjëherë nga të parit e deri tek të fundit, është se nuk është bën një trysni mbi korporatat e mëdha që thjesht na pranojnë si shtet dhe të kemi sigurinë nëpërmes tyre, sepse ato mund ta kenë impaktin e drejt për drejt dhe mund t'i dallojnë sulme. Ne nuk mund t'i dallojmë derisa nuk ndodhin. Kur të ndodhin, atëherë ne merrim, nuk kemi se si t'ja bëjmë, përndryshe edhe në këtë rastin e fundit është dashur të kontaktoj eksperta amerikan për rikthimin e akontave tonë sigurisë, sepse deri edhe në kamerat e sigurisë kanë ndërhyr. Do të thotë ata që kanë përjetuar këto sulme dinë me deshifru. Do të thotë edhe ajo ka ndodhur në sekond. Edhe pse kanë qenë gjitha të siguruar, edhe nëpërmes skanimit syve, shenjave të gishtave, gjithçka ka qenë domethënë e sigurt me 3-4 steps, si thonë, por kot. Ndodhi si ndodhi, do thotë sulmi ndodh. Çka nëse i ndodh një korporate në Kosovë, shembull, një sulm i tillë? Cila është ana ligjore që e mbron personin për shembull ose institucionin, ose a kemi zhvilluar diçka në lidhje me këtë apo unë nuk kam një uri. Kam shfletuar këtyre ditëve për këtë temë të misionit, por nuk kam hasur qytetërisht as edhe një send. Shisha se për këtë thash për mbrojtje ligjore ekziston mbrojtja në dhëna personale, ekziston njeni 138 i kushtetut, domethënë kushtetut Kosovës që e garanton mbrojtjen e dhënave personale. Sa për këtë asaj që a ka, do të thotë në rast që ndodh, do të thotë ndonjë sulm ndonjë kompanie, sa është para pa me ligj, unë nuk i takoj asaj fushë, nuk kisha më me hyrë detaje, mirë po mendoj që në aspektin do të thotë individual. Ajo është e garantuar me kushtetut, do thotë që edhe e thash edhe mbrojtja e dhënave personale, do thotë mbrojnë edhe konventet ndërkombëtare. Por këtu duhet ta kemi të qartë një fakt. Vetëm ta sqaroj pyetjen. Pyetja ishte më në një kontekst tjetër. Konteksti është si të vije deri te dëmshpërblimi në rast të një sulmi. Flasim nëse diçka hakohet si banka, akonti i bankës. Kush është përgjegjësi, sepse nuk mund ta nxajsh. Përgjegjësi ndodhet, është askund, nuk ka identifikim dhe thjesht tu desha dal. A është protokolu diçka në nivel shtetëror që mu mbrojt, domethënë nuk ka diçka konkrete se nuk ka diçka. Domethënë nuk është bose për këtë kësaj, edhe prandaj momenti që nuk është punuar seriozisht, domethënë me kriju strategji të mirëfillt, domethënë kombëtare dhe me përpërlu edhe ligje, do thotë veçanta për çështjen e, do thotë për mbrojtjen në rast sulmeve kibernetike, atëherë mendoj që do thotë ne nuk mund të kemi, do thotë, një sukses i duhur sa për këtë kësaj fushë, se fatkeqësisht do thotë nuk edhe legjislacioni sa për këtë kësaj çështje ne nuk e kemi avancuar, do thotë ne me implementu, por dhe me kriju një legjislacion mirëfillt e cila do të na shërbente të mu përballë me këto sfida. Spaku të organizojmë seminare për informim, të thjesht jemi në kontakt me diçka pazakonshme, sepse është diçka që nuk shifet dhe nuk preket, edhe gjithmonë jemi të rrezikuar.
Do t'i qoka nëse ke diçka përshtuar ekstra, unë të falenderoj nga zemra për ordin e juaj. Është një temë jashtëzakonisht e rëndë, është një temë që mund të flasim me orë të tëra. Mirëpo është shumë e ndihshme edhe si apel tek rinia, mos hap diçka që është e panjohur, se instinktivisht truri jon është i prirë për të prekur komandën jashtë, por mos e prek nëse nuk je i sigurt, ose thjesht që të merren masa parandaluese për kontrollin, sidomos të rrjeteve sociale. Rrjetet sociale sot janë prej sulmeve në mënyrë të vazhdueshme. Të japim presion këtyre politikanëve të ri, kushdo qofshin, që vinë, që sa më parë në mekanizmat ndërkombëtar thjesht pranohet Kosova, kanë bë punë të jashtëzakonshme në disa korporata jemi të regjistruar, por duhet bërë presionin më shumë te Google, sepse ai është kërkuesi numër 1 që në Kosovë përdoret me numër të madh, dhe urojmë që të organizohen seminare sa më shumë në lidhje me temat për sulmet kibernetike. Ajo që unë do të kisha përfunduar se për kësaj çështje është që do të ishte një apel se për këtë institucionet e Republikës Kosovës që ta shtojnë vigjilencën, ta shtojnë do të thonë angazhimin për kushtimin e madh se për këtë më së pari do thotë të edukojnë, të trajnojnë të rinin, do thotë kosovare, që cilët vazhdimisht, siç e thash edhe pak më lart, do thotë ne po përballet me këto vështirësi dhe me këto problemet, do thotë natyrave do thotë të hakimeve ndryshme, do thotë lloj grupe që janë mashtruese që cilët vazhdimisht po i dëmtojnë rinin ton. Mirë po në aspektin kombëtar ajo që është prioritet i madh që duhet do thotë po kushtohet shumë seriozisht Republika e Kosovës për të potencuar më parë duhet seriozisht do thotë ngritet kapacitetet e duhura, do thotë trajnohen ekspert dhe të merret edhe ekspert ndërkombëtar dhe ajo çka është esenciale do thotë duhet do thotë koordinohemi me shtetet që janë partnerë. Sot ne kemi shtetet që do thotë janë partnerë, janë shtetë anëtarë të NATO-s, miqet Kosovës që kanë kanë përparuar jashtëzakonisht shumë në fushën e IT-s, fushën edhe teknologjisë artificiale, kështu me radhë, inteligjencën artificiale dhe kjo do të na nevojitë jashtëzakonisht shumë me bart përvoja dhe që ne më pastaj do thotë mos përballemi me këto sulme, me këto sfida që vazhdimisht ne po përballemi. Dhe për fund do thotë shfrytëzoj rastin do thotë gjithë besimtarëve musliman të Republikës Kosovës t'ia uroj fitë Bajramit duke dëshiruar që të mbretëron paqja, harmonia, solidariteti ndaj gjithë neve dhe me shpresë që në Republikën e Kosovës do të vinë ditë shumë më të mira, sepse deri tani me shpresë jemi të shkënim që kjo festë të përcjell gëzim e hare kudo në vatrat e gjithë shqiptarëve. Para se të përmbylli, unë personalisht po u them, kujdes kur vjen një email. Mos e hap, mund do që je duke hapur kutinë e Pandorës. Mos hap një fotografi të cilin nuk din se kush ta ka dërguar, se je tu i thirr miliona sulme. Mund ndodh që nesër Messengeri nuk punon, WhatsAppi eci me gjithë informacionet, që t'jeni më të sigurt. Asnjëherë mos hapni pa shfletuar, pa ditë, dhe nuk nëse e shef se është e panjohur, lëret si të panjohur dhe je më i mbrojtur. Siguria më e madhe je ti, vetvetja kur ke kujdes. Ky emision kishte cak sa do pak që t'ju informojmë lidhje me këto sulme që gjithmonë mbeten të heshtura. Ju faleminderit, deri në emisionin tjetër.